fakti më i fortë që e dëshmon që kjo nuk është urë e vëllezërve Vojnović e serbëve në këtë rast, është se vitin 2017, mund ta shohim perëndim, janë zbuluar edhe 2 harqe të reja. Edhe sot ura nuk i ka 9 harqe, po i ka 11 harqe. Me çka krenojmë më shumë ti pikë të veç i përmende? Më shumë ndoshta krenohemi me qytetin e Hasan Prishtinës, më shumë krenohemi me qytetin e takimeve të poeteshave që është i llojit veçantë, po krenohemi shumë edhe me monumentet e trashëgimisë kulturore, krenohemi shumë edhe me vjetërsinë, lashtësinë, shtetërimin që ka tash 2000 vjet, e gjithsesi krenohemi edhe me çajin, edhe me shepapat, edhe me industrinë e drurit, po mbi gjitha ne krenohemi me mikpritjen, kulturën dhe shtetërimin që kemi dhe ruajmë me fanatizëm tash mira vjet. Mira vet. Kështu që falenderoj shumë edhe që na mikpritet. Këtë vështria ato na bë me dorë, të na përshëndet, muhabet. Çe babat nesër më japën me parë, thanë s'po ti paguajmë. Pak shtrajt i kishim paguar. Pak shtrajt po ndoket. Ja bona shebab e dallun që mi Gjakovës. Sot unë në vështre kom zgjedh një temë interesante, nëse mujna mu kthy këndej bashkë me kamermanin, edhe ndoshta bojnë edhe një ecje të bukur ka ura. A cilësohet si ura më e vjetër në Kosovë? Nuk ka diskutim që është më e vjetër jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, sepse kjo urë ka pasur fatin të ndërtohet, të rindërtohet, të shkatërrohet, të renovohet, të konservohet, derisa ka arritur në këtë gjendje që është sot. Specifike pare kësaj ure është se nuk e ka lumin neve. Shihet domethënë se është ura në të thatë. Pse? Sepse lumi Silnica dikun shekullin 18, fund shekullit 18, ose gjatë shekullit 18, nuk e dimi sakt, sepse nuk kemi dokumente që e vërtetojnë sakt, po vlerësohet që në shekullit 18, për shkak të erozionit, fenomeneve natyrore, ka devijuar rreth 500 metra në perëndim. Sepse kjo urë nuk është ndërtuar për çështje kulturore, ose, si më thonë, po është ndërtuar për një shërbim teknik që i ka lidhë 2 brigje, brigjen perëndimore, bregun perëndimor Vështresë dhe bregun lindor. Dhe në të vërtetë kjo urë është simbolike e Vështresë dhe ka bilesh në vitin 1530 një përshkrues që ka kaluar nëpër Ballkan, një sloven ka qenë Benedikt Kuripeshiç, e përmend këtë urë si një urë të mrekullueshme, shumë të bukur, e përmend urën në Vicianum, sepse Vështreja njihet si Vicianum në periudhën romake, Vushitër është në formën serbe, Vishitrin është në formën turke, kurse ne themi Vushtre. Sikurse që mund të themi te popët ndryshëm, për shembull te gjermanët që ne themi gjerman, ata Deutsch, nuk ka një toponim varësisht prej shteteve dhe popujve, por ne pas viteve 90 i themi Vushtre dhe sot të shqiptarët njihet si shteti Vushtresë. Masi na jena drejt për drejt në emisionin Reload televizionit Dugazini, unë kisha dashur edhe këtë ata që në kana përcjellin këto momente, bashkarisht gjatë intervistës disa pyetje që i bëjmë, me përjetu edhe ecjen, ndoshta edhe ata përjetojnë ecjen bashkë me ne. Nëse lusim kamermanin na dal përpara. Pse quhet ura e gurit edhe një herë? Kjo quhet ura e gurit sepse është ndërtuar ekskluzivisht nga guri. Bile njihet si ura e vjetër e gurit, domethënë me tregu që është shumë e vjetër. Dhe tash para disa ditësh që vjen patëm një tryezë shkencore për monumentet e trashëgimisë kulturore në Vushtre, me 29 shtator, ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, edhe ftuam edhe disa studiues të njohur të Kosovës dhe diskutuam për monumentet që ka Vushtreja. E diskutuam këtë rast edhe për urën e gurit apo urën e vjetër të gurit, sepse ka diskutime të ndryshme, sikurse në çdo ngjarje, në shumë ngjarje problematika, monumente, qoftë fetare, qoftë kultit, qoftë sakrale, domethënë edhe për të ka mendime ndryshme. Serbët munduan të janë veshin si monumenti tyre, duke thuan që këtë se kanë ndërtuar në shekullin 14, 3 vëllezër Vojnović që kanë qytetërem, kulturë e tyre, dhe fatkeqësisht në ndikimin e kësaj ka hyrë edhe në paketën e Ahtisarit si monumenti serb i vëllezërve Vojnović. Sikurse ura, ata e quajnë ura me 9 harqe. E fakti më i fortë që e dëshmon që kjo nuk është urë e vëllezërve Vojnović, e serbëve në këtë rast,
është vitin 2017, mund ta shohim perëndim, janë zbuluar edhe 2 harqe të reja. Edhe sot ura nuk i ka 9 harqe, po i ka 11 harqe, edhe nuk është e gjatë 135 metra, po është e gjatë 160 metra. 160 metra. Dëma prej fillimit. Mirë po, unë vlerësoj, bazuar në fotografinë që posedojmë, këtu në fillim e ka edhe një hark. Edhe ura kompletohet sepse vlerësohet edhe për i popullatës, edhe për i disa dhënave që i kemi siguruar nga profesor doktor Jajo Draqolli, që ura dikur ka pas 12 harqe. Dhe kompletohet me 12 harqe dhe është monument që e tregon lashtësinë, shtetrimin, civilizimin edhe mjeshtrinë e kohës që ka ekzistuar në këtë troje.